Një miliarder doli nga një hotel bashkë me të dashurën e tij të re. Gjatë rrugës ajo i tha: "Dua të blej një makinë të re." Ai qeshi dhe u përgjigj: "Do të jap $20,000, por jo për makinë. Le të hapim një restorant." E habitur, ajo tha: "Një restorant? Atë dukem unë si dikush që mund të drejtoj një biznes të tillë?" Ai buzëqeshi dhe tha: "Nëse biznesi shkon mirë, makina do të vi vetë." Po atë pas ditë u ndalëm përpara një restoranti pothuajse bosh, në periferi të qytetit. Burri i u drejtua pronarit dhe e pyeti: "A ke menduar ndonjëherë ta shesësh këtë vend?" Pronari u përgjigj: "Ndoshta, por jo për më pak se $200,000." Burri i tha: "Do të jap $20,000 për një muaj. Nëse arrit të ringjall restorantin brenda 20 ditësh, do të paguaj shumën e plotë. Nëse të shtoj, ti mban $20,000 si qira." Pronari pranoi. Miliarderi u kthye nga gruaja dhe i tha: "Ky vend tani është i yti. Shiko me kujdes dhe mëso." Hapi i parë: vendos disa arka me pije freskuese te hyrja. Kushdo që kalon mund të marrë vetëm aq pije sa mund të mbajë në një dorë, falas. Në këtë mënyrë askush nuk mund të kaloj pa e vënë re vendin. Vazhdoi me hapin e dytë. Thuaju që nëse regjistrojnë një video teksa marrin pije dhe e postojnë në rrjetet sociale, mund të kthehen për një raund tjetër falas. Reklam falas e krijuar nga vetë njerëzit. Gruaja e pyeti: "Po sikur të hyjnë brenda për të ngrënë?" Ai tha: "Kjo është faza e tretë. Aty nis shorteu. Kushdo që shpenzon mbi $200 në restorant merr pjesë në një short për të fituar një Mercedes." E shokuar ajo tha: "Çfarë, një Mercedes vetëm pse ha në restorant?" Ai qeshi: "Po, por ja rregulli. Shorti bëhet vetëm pasi të marrin pjesë 5.000 persona. Njerëzit sjellin miq, të kolegët, të familjen. Disa madje vinë disa herë për të rritur shanset." Pastaj bëri shpejt llogarit. 5.000 klientë herë $200, $1.000.000 xhiro. Me një marrë shfitimi 40% kemi $400.000. Heqim $100.000 për Mercedesin, mbeten $300.000. $200.000 i përdorim për ta blerë restorantin dhe $100.000 i mbajmë për vete. Gruaja tha: "Flet sikur gjithçka të jetë shumë e lehtë." Ai u përgjigj: "Nuk ka të bëjë me ushqimin, ka të bëjë me sistemin dhe me njerëzit." Një javë më vonë, restoranti ishte plot. Një radhë gjatë ishte formuar jashtë dhe brenda nuk kishte më asnjë vend bosh. Në biznes, suksesi nuk vjen nga produkti më i mirë apo çmimi më i ulët. Suksesi vjen nga të kuptuarit e njerëzve, çfarë duan, çfarë i frikson dhe çfarë i motivon vërtet. Marrëveshjet më fitimprurse bëhen nga ata që dinë të lexojnë mendjet dhe dëshirat e të tjerëve. Nëse nuk po na ndjek, ndoshta nuk do të na shohësh më.